Familja e Kastriot Gjonit në fshatin Ngorre të Kurbinit po përballet me vështirësi të mëdha përpos varfërisë së ulur këmbkryq. 2 fëmijë të familjes kanë probleme shëndetësore. Djali i vetëm është i paralizuar, njëra nga vajzat vuan nga shikimi, ndërsa edhe vetë kryefamiljari vuan nga disa sëmundje kronike. Jetojnë në një banesë të dëmtuar nga tërmeti nëntori të vitit 2019 e mbushur me lagështi. Duket se Bashkia e Kurbinit e ka harruar këtë familje, e cila mbahet me pensionin e djalit invalid dhe të gjyshit të fëmijëve 85 vjeçar. Zonja e shtëpisë thekson se kanë frikë që banojnë në një banesë të tillë. Ka frikë më një tremeti sa vjen shko shumë të bërkon. Edhe është një frikë një në dhomë, edhe kur vjet shi kena frikë bile me fletë kena frikë. Po pse është të na Lagështina. Lagështia vjen komplet nga poshtë edhe nga sipër, shipëri është plas komplet. Nëna e 3 fëmijëve me lot në sy tregon vështirësi që përjeton me të birin dhe nuk ka asnjë mbështetje, sa kaq edhe vajza të prekura nga situata e vështirë. E madhja duket se janë prerë ëndrat në mes për ndjekjen e arsimit të lartë dhe tjetra ka probleme me shikimin. Po kja ka në çdo vit më ndonë syzën. Po jam i syzën si ka kja në shumë shtrejta. Se përballet se shkojnë nga 400.000 lekë, nësë jetë më të më hangër, po. Provojmë dhe ne të barë kështu, përpiqe misione si mote, si për vlajnë, si kemi shumë marak, mamin, babin, rallën e gjyshin. Në veti për përpiqe në tja dalë në vazë në një, përse pa që për fort, përse pa për familjen të një. Apeli i kësaj familje është që të vinë në ndihmë nga Bashkia e Kurbinit në rikonstruksionin e banesës. Vetëm inshallah ju na ndihmoni. Doja ndihmë të ndihmoni të shkojnë në universitet. Me aq mundësi dhe mjetet e duhura që duhen për atje. Edhe për shtëpinë atje nuk kam po të ri, për shkollën, s'kam ekonomi të mirë, për familjen bëj që mos t'jenë mirë, t'i ndihmoj me çdo gjë. 3 fëmijët e familjes Gjoni në Ngorre të Kurbinit duket se kanë humbur shpresat për gjendjen e rëndë dhe problemet shëndetësore ku ndodhen, por institucionet mbetet ndërhyrje shpejt të jetojnë dhe ata si të gjithë bashkëmoshatarët.